Rruga që lidh qytetin e Klosit me fshatrat Bel, Unjatet, Darsë, Xhibërhane e Ket është kthyer në problem për drejtuesit e mjeteve. Rruga që nis në afërsi të urës së Halilajve është plot me gropa, duke bërë që të vështirësohet qarkullimi të gjitha llojeve të automjeteve. Drejtuesit e mjeteve shprehen se prej kohësh në këtë rrugë nuk investohet, megjithëse është premtuar disa herë. Ata kërkojnë që pushteti vendor në Klos të marrë masa për zgjidhje një herë mirë të kësaj problematike, pasi është një rrugë që shërben mira banorëve të njësisë administrative Xhibër dhe fshatrave të njësisë administrative Klos. Vetë drejtuesit e mjeteve thonë gjithashtu se shtrimi me zhavor nuk është zgjidhje afatgjat, pasi sa po të ketë rreshtje shiu, zhavorin e merr uji dhe e dërgon në lum. Zhavorin nga zhavor. Asfalt s'ka, vinë për vota kimërta ka, rrejt, më shtrime, rrena, 35, a? Kësë janë rrugë. Se që bëhet, se që bëjnë të binde, më sëtë me rrejt, më sëtë me gënjë njërë, me më shtru njërë. Rrejt i këje, ashtu, kretar bashkije e DPP, o bën 3 lisatura se në rrajnë për këtë rrugë. Këse rrë dhe fshati Bel ka dhonë 100% votat, si i besum këtërës bashkijës. A shumë a me është si kretare, po pa fund dhe qeveritare nuk bën rruga. Nuk është puna me rrana. Tu ka lënë 6 fshatra. Bel, Unjatet, Gurëmave, Xhibërhane, Xhibër Keta, tu ka lënë 6-7 fshatra. Kjo rrugë kryesore. Vend të murit që ka shemje, ka rreziqe, vend se për të bërë me mure me beton, kama, ura, e me derdhje betoni me hekër, këto ka shumë betonina. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët kërkojnë që rruga t'ju asfaltohet në mënyrë që të mos vazhdojë kjo gjendje si në këto 35 vite demokraci.